një parandjenjë, jo një parandjenjë, shikoja një çun që më ndihte nga mbrapa. Edhe mendoj se ky kishte futur njerëz atëherë. Nuk doli më vet, se filloi dhe trembej pastaj nga policia ndoshta. Shikoj unë kthej makinën direkt të vërtetoja që ishte ky apo jo prapa aty te shtëpia ime. Shikoj unë ky. Na shikoj, nuk foli fare në ato momente. Dhe vajza aq shumë të merros, filloi qante kjo vajzë e vogël. Të them të drejtën, mua më ka krijuar më shumë shqetësime te vajza, se vajza më është trembur. Dhe në shkollë i kanë dhënë ata dhe safeguarden në fillim. E mbajt shumë afër se u ka thënë që kam këtë problem dhe kam frikë se mos i ndodhë një gjë mamas time, se unë vetëm mamin kam. Dhe unë do ta vras me duart e mia apo bëri ndonjë gjë tek mami u thot vajza. Për shkak të tij, ndrova makinë që të mos më gjente. E ka gjetë makinën time, se kur e gjeta unë te shtëpia, unë isha me makinën tjetër që e ka parë makina, unë jam trembur odeta. Vajza ime më është trembur shumë. Më thot vajza që po mendoj që unë do marr policinë dhe do bëj share location ku jam që të vish të më gjësh.